Si e shikoni ju këtë propozim për pragun elektoral 4% për partitë? A favorizon ai partitë më dha? Atëherë, përpara se të arrijmë kjo përgjigje, duhet të serojmë një gjë mendoj për qytetarët. Nuk ka sistem elektoral të mirë apo të keq. Sistemi elektoral është i mirë dhe i keq njëkohësisht në varësi të qëllimit apo objektivave që ke. Dhe në raport me le të themi atë që është shtresa sociale, mënyra organizimit të vendit, ka shumë faktorë që merren në konsiderat kur hartohet një sistem elektoral. Për sa i përket pragut 4%, nuk është as i lartë as i ulët. Qëllimi është, gjithmonë çështja është çfarë qëllimi ke vënë vetes në raport me sistemin elektoral. Nëse kërkon një sistem elektoral që prodhon një stabilitet politik, që do të thotë qeveri që krijohet kollaj dhe që nuk rrëzohet kollaj, atëherë të duhet një prag elektoral i lartë. Nëse ti kërkon më shumë pluralizëm, më shumë njërë, shumë përfaqësim politik, atëherë pragu elektoral duhet të jetë i ulët. Kështu që këtë këndvështrim, sa më i lartë është pragu elektoral, aq më pak parti do të futen në parlament, por nga krau tjetër aq më stabil do të jetë sistemi politik që krijohet. Pra juve mendoni që nëse kemi, po themi, më shumë parti të vogla nuk do të ketë stabilitet? Po si rregull, kur ka shumë parti në parlament, do të thotë është vështirë të krijosh një shumicë për 71, 72, 73 deputetësh. Fragmentarizohet vota, krijohen më shumë grupime politike dhe më pak parti me numrat e nevojshëm për të krijuar qeverinë, që përgjithsisht shkohet në qeveri koalicionesh. Qeveritë e koalicioneve janë gjithmonë më të prishta se një qeveri monopartiake. Kështu që në këtë aspekt, nëse pragu elektoral është i ulët, gjasat janë që më shumë parti të futen në parlament, dhe më e vështirë bëhet për të krijuar një majorancë absolute të nevojshme për të krijuar qeverinë. Nëse pragu është elektoral është i lartë, më pak parti futen në parlament, kështu që partitë më të mëdha kanë më shumë gjasa që të krijojnë qeverinë dhe shumicën e nevojshme për ta krijuar qeverinë. Kështu që ky është raporti i pragut me strukturën politike që krijohet nga sistemi elektoral. Nëse pragu është i ulët, ka më shumë përfaqësim politik, më shumë qytetarë përfaqësohen politikisht në parlament, por parlamenti që krijohet është më plural dhe përpasojë dhe më pak i qëndrueshëm në krijimin e qeverisë. Nëse pragu është elektoral është i lartë, favorizohen partitë më të mëdha dhe ka më pak pluralizëm politik në parlament, por në krau tjetër ka dhe më shumë qëndrueshmëri. Kështu që çështja është kush është objektivi. Ajo që është diskutuar deri në sot që flasim është pragu elektoral për zgjedhjet parlamentare. Kur flasim për sistemin proporcional kombëtar, ky referohet specifikisht zgjedhjeve për parlamentin për kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Për sa i përket zgjedhjeve vendore, sot që flasim nuk ka një propozim konkret. Ajo që është duhet shikohet përpara se të flasim për kodin elektoral për zgjedhjet vendore është reforma territoriale, që do të thotë mënyra e konfigurimit të bashkive në raport me qytetarët. Sa bashki do kemi, si do të jetë numri votuesve për këtë bashki, kush do të jenë parametrat e krijimit të bashkive, dhe pastaj duhet parë nëse në konfigurimin e ri territorial të mundshëm, a do të ketë pastaj le të themi ndryshime edhe në kodin zgjedhor, të cilat i përshtaten me konfigurimin e ri territorial. Sa kohë nuk ka një përfundim të reformës territoriale për pasojë dhe numrit bashkive apo komunave që do të krijohen apo do të mbyllen, është e pamundur që ti të kesh një ndryshim të kodit zgjedhor mbi mënyrën se si zhvillohen zgjedhjet për kryetar bashkie. E qartë. Në fakt, jo, në terma praktik, në zgjedhjet vendore janë vetëm pak ndryshime që duhen bërë, nëse do të shkojmë asaj që është logjika dhe e sistemit proporcional kombëtar që propozohet. Ajo që kemi sot është që kemi listat për kandidatë për këshilltar bashkiak, janë listat të mbyllura, nuk janë lista të hapura, ndërkohë që në sistemin proporcional kombëtar, logjika që pretendohet ngrihet është ajo e listave tërësisht të hapura. Nëse bëjmë këtë për parlamentin, logjika do të kërkon se ta bëjmë këtë edhe për parlamentet vendore, që do të thotë këshillat bashkiake. Gjithashtu, pikë tjetër që mendoj që duhet të shështruar diskutimin për sa kohë ne po hym në një fazë jo më bipolare partiake, po multipolare, apo krijohen shumë parti tjera. Do të ishte e udhës që në raport me kandidimin për kryetar bashkie, do procesin mos ishte me një raund vetëm, po të ishte me 2 raunde ku të kandidojnë shumë kandidatë për kryetar bashkie dhe të vazhdojnë garën ato 2 që marrin më shumë se gjithë kandidatët e tjerë. E qartë. Pra, në këndvështrimin tuaj, pragu elektoral 4% duhet të jetë më i lartë apo më i ulët, sepse shpjeguam normalisht, domethënë dallimet kur një prag elektoral është më i lartë edhe më i ulët, në këndvështrimin tuaj tani si ekspert,
duke marrë parasysh domethënë situatën politike në vend dhe çfarë do të ishte më e mira domethënë për sistemin ton nisur domethënë gjithmonë nga kushtet ku jemi. Që kemi një mazhorancë shumë të përmbajtur 83 mandate dhe nga ana tjetër kemi një opozitë jo të bashkuar, të dobët dhe që domethënë mazhoranca ka gjithçka pothuajse në dorë. Kalon ligjet, ka shumicën dhe pothuajse opozita është aty vetëm për të thënë jo në një farë mënyre. Në pikpamjen tuaj si do të është kapitull më vete, por nëse do të shkojmë me kushtet, mendoj që pragu do të ishte jo më shumë se 3%. Do të ishte një pak që reflekton e para punës nevojën për më shumë pluralizëm politik në parlament. Ne kemi nevojë për më shumë zëra të ndryshëm në parlament, jo për monolitizmin aktual ndërmjet PS-s dhe PD-s. E dyta, një prag me 3% do ta bënte më të vështirë për çdo parti që të arrinte shifrat për 72-73 deputetësh nevojshëm për të krijuar qeverinë, ose më saktë do të hapte një mundësi që qeverinë e Shqipërisë të bësh një qeveri koalicionesh. Qeveritë e koalicioneve kanë problemet e veta, por në raport me gjendjen aktuale të Shqipërisë mendoj që duhet dalim nga kurthi i partisë shtetë që kemi krijuar në 12 vitet e fundit, në cilat një parti jo vetëm që është partia që drejton parlamentin e përpasojë dhe qeverinë, por është partia që drejton dhe bashkitë, të gjitha institucionet e tjera. Dhe për dalë nga ky kurthi i partisë shtetë ku kemi hyrë sot, na duhet më shumë pluralizëm politik në parlament, na duhet qeveri me më shumë parti, me koalicione, sa një qeveri monopartiake. Kështu që nëse do të nisemi nga gjendja aktuale, opinioni im është që pragu do të ishte jo më shumë se 3%. Do të pragu 4% është pengues për partitë e vogla, dhe ndërkohë ne na duhen që këto parti të futen në parlament, përfaqësohen dhe krijojmë një tjetër lloj kulture politike në cilën jo gjithçka bëhet me vullnetin e një partie, por bëhet me negociata, bëhet me marrëveshje, bëhet me bashkëpunim politik. Është në të mirë të vendit në rastin konkret. E qartë. Përse mendoni se partitë e vogla janë ende të fragmentarizuara për sa ju përket propozimeve? Mendoni që e bëjnë thjesht sepse duhet që secila të ketë një mendim ndryshe apo realisht i kanë të studiuara propozimet që bëjnë? Jo, mendoj që është thjesht çështje interesi, është pragmatizëm politik është në fund. Secila parti shikon interesin e saj, shikon mbijetesën e saj politike ose zhvillimin e saj, kështu që thonë domosdoshmërisht fakti që je nga një kraj i barrikadës, që do të thotë në opozitë, të detyron të kesh një mendim me bashkëpunëtarët e tu. Objektivat politike janë ndryshëm, pragmatizmi politik kërkon që secila nga partitë ruajë interesi e saj. Ka parti që mendojnë që pragu duhet të jetë mbi 4%, ka parti që mendojnë që pragu duhet të jetë në 4%. Kjo nuk krijon ndasi, është thjesht çështje pragmatizmi politik dhe është gjë më normale për sa kohë një parti më shef interesin e saj para se të shohë interesin e të tërë opozitës. Kështu që nuk mendoj që ka ndonjë problem, është fragmentarizëm normal për sa kohë që dhe interesat janë ndryshme apo objektivat janë ndryshe. E qartë. Në fakt, këtu është krijuar ideja që gjithmonë ka shumë propozime nga partitë opozitare, sepse gjithmonë kemi pasur edhe partitë të vogla që pastaj më vonë janë detyruar që të futen në koalicion me Partinë Demokratike kryesisht dhe gjithmonë kështu ka përfunduar përveç disa zgjedhjeve që ka patur më shumë divergjenca midis zotit Berisha dhe partive të vogla, ndërkohë që gjithmonë duket sikur përfiton Rama në fund. Dhe prandaj mbase a nuk do të ishte më mirë që partitë e vogla nuk po fus këtu mundësinë edhe partinë e zotit Çori, sepse janë janë më të distancuara dhe domethënë nuk është se kanë pasur ndonjëherë këtë të njëjtin mendim me zotin Berisha, po themi, për çështje të caktuara. Por duke patur parasysh që jemi edhe në një periudhë që siç e thashë, kemi një mazhorancë shumë të madhe dhe shanset e PS-s janë ende shumë të larta për të marrë një numër shumë të madh bashkish. A nuk do të ishte më mirë që të dilnim në një mendim më të unifikuar, sesa thjesht më pas të ishin shumë diskutime dhe sërish të përfundonte te e njëjta gjë. Pra, partitë e vogla në koalicion me Berishën dhe Rama vetëm. Tu kemi një mendim shumë të ndryshëm në historinë. E para punës, kjo niset nga premisa që zoti Berisha është kundërshtar në zotin Rama, ndërkohë që unë mendoj krejtësisht kundër. Mendoj që zoti Berisha është bashkëpunëtor i më i ngushtë ka zoti Rama.
Në këtë pikë bashkimi një front me zotin Berisha nuk është që cënon zotin Rama. Në faktën, historia e 2 viteve të fundit na ka treguar që të mbështetësi ose më saktë shpëtuesi në shumë raste i zotit Rama është zoti Berisha dhe krijimi i këtyre monoliteve politike jo domosdoshmërisht sjell edhe bashkimin matematik të votave. Fakti që një parti politike merr vota kur është jashtë kampit të zotit Berisha nuk do të thotë që do marrë të njëjtin numër votash nëse futet në kampin e zotit Berisha. Është çështje identiteti. Aq më tepër që partitë politike funksionojnë ose ecin me logjikën e krijimit të identitetit, forcimit të tij dhe zhvillimit të partisë. Nëse ti do të futesh pafundësisht në të njëjtën vath, që është vatha e zotit Berisha, atëherë ti nuk ke më identitet politik. Në këtë pikë, kush është logjika e të ekzistuarit së partive? Se po të marrë që këmë koalicioni që ndërtojnë rrotë zotë Berisha në parti që nuk kanë identitet, të në ekzistojnë për shkak se futen koalicioni zotë Berisha, por jashtë i koalicioni s'ka nësë lloj vlere politike. Që në këtë pikë nuk mendoj që përfshirja një koalicion thjesht për logjikën me që Rama është vetëm në krau tjetër, duhet dalim me një koalicion të vetëm, nuk është logjikë e mjaftueshme politike për të ndërtuar koalicion. Do që koalicioni ndërtohen mbi baza politike, mbi baza idesh dhe mbi baza bashkëpunimi. Nëse koalicioni është thjesht çështje vasaliteti, nuk është produkt cili u intereson qytetarëve shqiptar. Qytetarëve shqiptar intereson një opozitë që ka një produkt politik. Dhe sot që flasim të paktën, ajo pjesë e drejtuar nga zoti Berisha nuk më duket që ka ndonjë objektiv apo produkt politik që është në interes të qytetarëve. E qartë, por duke e thash këtë sepse gjithmonë rezultati është ky në fund. Domethënë ka shumë propozime nga opozita dhe në fund pastaj të gjithë përfundojnë tek zoti Berisha pavarësisht mendimeve të ndryshme që mund të kenë pasur. Sepse zoti Berisha është ai që bën marrëveshje me zotin Rama dhe mbyll pastaj ligjet ashtu si i duhet zotit Berisha dhe zotit Rama. Ke një rast shumë qartë është ai ndryshimet e kodit zgjedhor në vitin 2024. Propozimet ishin krejt ndryshme, megjithatë zoti Rama dhe zoti Berisha ulën, vendosën, firmosën dhe miratuan një ligj që ishin kundërshtim me të gjithë ato që ishin kërkesat e partive tjera, që do të thotë fakti që bëhen deklarata politike nuk na çon domosdoshmërisht në arritjen e një kompromisi politik. Kompromisi politik bën gjithmonë 12 në këtë pikë. Çfarë kërkojnë apo çfarë ofrojnë apo çfarë propozojnë partitë e vogla është sekondare. A i disfavorizon kodi elektoral partitë e vogla? Që jam kod, thash në fillim që nuk ka kod të mirë apo të keq. Ka kod. Kodi elektoral është sistemi i rregullat e lojës. Çdo parti që futet në zgjedhje, futet me ato rregulla loje. Nëse rregullat e lojës i pëlqejnë, futet në zgjedhje. Nëse nuk i pëlqejnë rregullat e lojës, nuk ka asnjë arsye për të ekzistuar politikisht. Kështu që nuk është i favorizon apo nuk i favorizon. Ti hyn një fushatë elektorale bazuar mbi ca rregulla loje të parashkruara. Dhe ti mbi këto rregulla loje ndërton strategjinë. Nëse strategjia është e suksesshme, produkti është i mirë, nëse strategjia nuk është e suksesshme, produkti nuk është i mirë. Dhe nuk ndërtohet kodi mbi logjikën e një partie që ka kodin më favor apo më disfavor. Kodi është kodi. Këto janë rregullat e lojës. Mund të jetë i mirë, mund të jetë i keq, por rregullat shkruhen, dihen dhe betejë bëhet mbi ato rregulla. Kështu që çdo parti bën kalkulimet e veta politike të bazuar mbi rregulla që i dinte paraprakisht. Nuk është që hyrin betejë ndryshuan rregullat gjatë lojës. E qartë, sepse në fakt gjithmonë ka pasur pretendime që në fund, kur partitë nuk kanë arritur që të marrin asnjë mandat, parti të vogla, gjithmonë ka qenë problemi më pas që përveç zotit Qori që tha që domethënë nuk fajsoi, po themi, askënd, as zgjedhësit, as pjesën e kodit elektoral, gjithë pjesa tjetër domethënë ne kishin te pjesa që na disfavorizoi kodi. Dhe prandaj e bëj këtë pyetje për të sqaruar në këtë pikë. Edhe opozita madje dhe megjithëse Partia Demokratike po flas tani këtu, opozita zyrtare që e vjetër. Gjithmonë pavarësisht se dakordsinë e ka bërë vetë me zotin Rama, gjithmonë në tryez kanë qenë kryesisht partitë e mëdha që kanë vendosur, sërish gjithmonë është kodi elektoral ai që duhet ndryshuar në fund kur vjen rezultatet e zgjedhjeve, kur hapen kutit. Dhe prandaj e ndjeva, domethënë, këtë pjesë për ta sqaruar nëse është vërtet kodi ai që përcakton që kodi ka të mirë dhe të këqijat e veta. Mund të jetë favorizues për disa parti ose më i mirë për disa parti dhe më i keq për disa parti tjera. Por kjo është pjesë e një procesi i cilin ti e di paraprakisht.
Çdo parti e di me ligjin, e di me çfarë ligji do futet, ka ndërtuar strategjinë e vet elektorale. Dhe që dalësh thua mbasi betejë ka mbaruar që më vodhën, ligji nuk ishte i mirë. Do janë thjesht justifikime politike. Përgjegjësia është e atyre që drejtojnë partinë, që futen në një betejë me rregulla të shkruara dhe pastaj kur humbin betejën dalin dhe justifikohen që u vodhën. Po ky është qëndrim politik. Në raport me fushatën, për sa kohë që kodi është i shfarë, partitë e din, marrin masa për ta respektuar këtë kod. Të hyjnë në zgjedhje, dalin nga zgjedhjet me këtë kod, do të vlera për t'u ankuar më pas është zero, përveç kuptojmë vlerës politike për militantët dhe simpatizantët e partisë. Mendoni që synimi i partive të mëdha, Partisë Demokratike dhe i Partisë Socialiste gjithmonë tek e fundit është të lënë jashtë partitë e vogla për të ruajtur pikërisht të qëndrueshmërinë e pushtetit? Absolutisht po. Absolutisht po. Sistemi që nga viti 2008 vazhdon ndërtohet mbi logjikën e një bipartitizmi. PS-ja dhe PD-ja kërkojnë që të bajnë bipartitizmin e tyre. Dhe është e drejtë e tyre për sa kohë ligji lejon një gjë të tillë. Ashtu sikurse është dhe drejtë e partive të tjera që të krijohen, të luftojnë dhe të fillojnë të zënë terren duke detyruar dy të mëdha të çndojnë nga pak. Këto janë rregullat e lojës. Nuk ka asgjë të habitshme pse PS-ja dhe PD-ja sillen siç sillen, ashtu sikurse s'ka asgjë të habitshme pse gjithë partitë e tjera kërkojnë të jenë pjesë e betejës elektorale. Këto janë rregulla që dihen paraprakisht, kushdo që mendon që PS-ja dhe PD-ja do të lirojnë hapësirën që partitë tjera të futen në parlament, nuk ka kuptuar asgjë nga pragmatizmi politik. PS-ja dhe PD-ja do vazhdojnë të bëjnë të njëjtën strategji, do përpiqen ta mbajnë kodin të sistemit të mbyllur, në mënyrë që të jenë vetëm përfituese finale të sistemit elektoral.